është Mami Dos. Dhe ky është babi Der. Terkucja Pepa. Rafti i lodrave. Është ora e gjumit për Pepan dhe Gjorgjin. E pa besueshme, që janë gjithë këto lodra në përkrevate? Aty jetojnë. Zitoni, futini lodra tek shporta dhe flini tani fëmijë. Por shporta është plot. Ke të drejtë. Ju keni nevojë për një raft të lodrash. Po, do t'ua bëj unë nesër, patjetër. Por gjëja e fundit që ti ke bërë është ky raft i vogël. Dhe jam shumë krenar për atë që kam bërë. O babi, po ky rafti i vogël lëviz. Ne i përdorim si rëshkitse, por lodra tona. E po mirë atëherë, do të blejmë një raft të ri lodrash. Mund të blejmë një që tani duke hyrë në kompjuter. Mirë. Mami Dos po përdor kompjuterin që të blej një raft lodrash. Aha, atëherë, këtë blejmë tani? Mami, më pëlqen ky ata blim? Po, është shumë i bukur. Mami Dos po blen një raft lodrash. Urime, rafti juaj i lodrave sapo u porosit. Oh, shumë mirë. Erdhi mëngjesi. Zoti Zebra Postieri ka një dërgesë për të shpërndarë. Erdhi posta! Dhe tani kam sjell një pako të veçantë për derkucët Pepa edhe George. Po kjo çfarë është? Është një raft lodrash. Au, një raft po më duket shumë i shesh. Sigurisht, sepse është i çmontuar. Oh, Po mos u shqetëso, Pepa. Do t'jetë shumë e lehtë për mamin dhe babin që ta montojnë. Mirupafshim. 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 Po tani çfarë do të bëjmë? Tani do të montojmë raftin tuaj të lodrave. Mirë. Sa çudi, nuk pas ka udhëzime fare. Ndoshta është shumë e lehtë për ta montuar këtë dhe nuk ka nevojë që të kemi udhëzime. Mami, a mund të ndihmojmë? Po, në fillim më duhet një sergjen. Ja një sergjen jeshil. Faleminderit Pepa. Tani më duhet që ti të sjellësh 4 këmbë. 1, 2, 3, 4. 4 këmbë blu, mami. Të lumt, do ta mbarojmë shumë shpejt. Ja ku është edhe dera e kuqe. Oh, faleminderit babi Der. Në rregull, mbaruam. A të lumt, Mami Dos. Unë mendoj se shumë i vogël. Si do t'i fusim lodrat brenda? Në fakt është shumë i vogël. Oh, George gjeti një pjesë tjetër. Prit pak, ndoshta ne nuk e kemi montuar të gjitha. Ktu ka mbetur dhe pjesë të tjera. O zot, rafti është i vogël, sepse mami nuk i përdori të gjitha pjesët. Duhet ta çmontojmë përsëri dhe të fillojmë nga e para. Oh, nga e para jo. Po me cilën mund të fillojmë, si thoni ju? E kush mund t'jetë tani? Përshëndetje. Sa po gjeta këtë në furgonin tim? Oh, ja ku qenë ka udhëzuesi që na mungonte. Tani ka për të qenë shumë e lehtë për ne. Udhëzimet duken shumë të komplikuara. Nuk është dhe aq e qartë, unë nuk po e kuptoj dot. Mos u mërzit, babi Der, ma lër mua ti montoj. Pasi unë i kam qejf shumë këto gjëra. Vërtet thua? Po si mund të ndihmoj unë ty? Ju mund të më sillni ca biskota dhe një filxhan me çaj të mirë. Idhini pak sheqer, ju lutem. Të gjithë po përgatisin çajin dhe biskotat për zotin Zebra. Mëngjesi është gati, zoti Zebra. Wow! Zoti Zebra e montoi raftin e lodrave. O zot, sa i shpejt je. Oh, dhe i kam futur të gjitha lodrat tuaja brenda. Oh! Shumë faleminderit. Dhe dua t'ju them se për këto të dy nuk ishte vend. Oh, po Arush edhe zoti dinozaur, ku do të jetojnë tani? E po unë mendoj se ju duhet të porosisni një tjetër raft të montueshëm. Jo! Dëgjoj, unë kam një ide më të mirë. Arushi dhe zoti dinozaur mund të qëndrojnë në krevatët tuaj. Por mami, ato kanë qëndruar gjithmonë aty. Po, e di, Pepa. Prandaj është një ide shumë e mirë.